Mirë, jemi tek Jakobi, kapitulli 5, do ndalemi pikërisht tek duke filluar nga vargu 7 dhe 12 tregon që Jakobi në fakt i thret vëmendjen të krishterëve të asaj kohe që të ishin të duruar edhe në momente të vështira edhe në momente të vujt. Në fakt është interesante ku në qoftë se do të se si sa bukur në fakt janë lidhur vargjet me njëra tjetrën, nëse do të shkonim te kapitulli i parë, edhe vargu 2 që në fillim ta i thot, ta quani gëzim të madh o vëllezërit e mi kur bini në tundime të ndryshme. Pra edhe kur kemi vuajtje, shtrëngime, edhe tundime, por edhe kur dhe na bëhen dhe pa drejtësi. Ndërkohë që tek kapitulli 5, vargjet 7 dhe 12, Jakobi thot, jeni zemërgjerkë, edhe thret vëmendjen që neve të jemi të duruar. Edhe ai sjell një shembull interesant ose një krahasim. Ja, bujku thot pret frytin e çmuar të tokës dhe pret atë me zemërgjerësi, derisa ajo të marrë shiun e parë dhe të fundit. Jeni zemërgjerë dhe ju forconi zemrat tuaja sepse ardhja e Zotit u afrua. Mos pëshëretini kundër njëri tjetrit vëllezër që të mos dënoheni. Ja, gjykatësi që ndron prapa derës. Vëllezërt e mi, merrni si shembull vuajtjeve dhe urimin profetët që folën në emër të Zotit. Janë e shpallin të lumata që duruan. Kemi dëgjuar për durimin e Jobit, thot ai sjell një krahasim tjetër pra. Keni dëgjuar për durimin e Jobit. Ç'bëri në fund Zoti, sepse Zoti është plot për dëllim edhe mëshuri. Është e vërtetë që ne në këtë kohë ku neve jetojmë do të kemi vuajtje dhe probleme dhe shqetësime, gjithashtu madje do na duket sikur asnjë gjë nuk është në si të thuash në dorën tonë ose asnjë gjë nuk po merr zgjidhje. Edhe ajo çfarë është më interesante ose ajo çfarë është më e domosdoshme në sytë e Perëndisë është fakti që neve do të vim një ditë përpara Perëndisë. Edhe nuk është se do të tregojmë tek Perëndia krahasimet dhe arritjet tona që neve mund të kemi arritur këtu në tokë. Perëndia do të pyesi dhe do të na vargu 9, mos pëshëretini kundër njëri tjetrit vëllezër që të mos dënoheni. Ja, gjykatësi është para derës, qëndron para derës. Edhe në moment ne mund të jemi brenda, mund të jemi jashtë, por atje ku do të hyjmë ne, atje ku do të shkojmë ne përpara Perëndisë, neve do të jemi përpara Zotit dhe Zoti do të na gjykojë. Po ajo çfarë është më e rëndësishme për neve është që ne nuk do të japim llogari edhe një herë pjesën se çfarë neve kemi arritur këtu në tokë. Është e vërtetë që njerëzit këtu për këtë mburren, me këtë mburren. Do të thënë çfarë kemi arritur neve në tokë. Edhe po ta shikosh, neve kemi këto thëniet interesante që edhe vetë mund t'i përdorim ndonjëherë. Njëti kush jam mu, e njëti babanti, e njëti jam kushuriri filanit, ke dëgjuar ti për fisin tim,
Jemi fis të fortësh, jemi kështu, jemi ashtu. Ajo çfarë neve harrojmë është sepse ne jemi kalimtar. Edhe përpara Zotit ne nuk do të japim llogari. Nuk i duhet Zotit kush është, çfarë fisi vjen ti, nga çfarë fisi vjen. Çfarë arritje ke arritur ti, se miku kujt je ti. Nuk e se qofse mund të kesh ti mik deri në qeveri e kështu me radhë, ku do të çfarë të duash të thuash. Por nuk do të arrihet të jemi neve nuk do të arrijmë gjëkundin. Një gallat e radhës ose një gjë për të ardhur keq që tregon për vendin ku jemi neve, dikush nga Devolli, një 20 vjeçar, një çun 20 vjeçar, nuk e di e keni dëgjuar, i kishte shkruar zëvendës ministres së arsimit: përshëndetje, unë jam Klea Rama dhe jam besa e kryeministrit Rama, edhe kam dëshirë të bëj këtë program. Zëvendës ministra angazhon të gjithë qeverinë, të gjithë shtetin për të mirëpritur besën, do të thënë në thojza, as nuk e mori mundimin që të tregonte se kush, ose të pyeste njërë kush ishte kjo Klea Rama, ta takonte vetë personalisht, por angazhoi të gjithë njerëzit që ajo kishte vartës mbi vete që të mirëpritej. Madje edhe në disa raste drejtoresha shkollash kishin lexuar shkrimet që gjasme kishte shkruar kjo Klea Rama. Dhe çfarë është më e bukur, kishin bërë fushat që gjëja do mblishin nxënësit edhe do merrshin bursa nxënësit që shkonin në Amerikë. Por më në fund fatmirësisht u kap. Këtu arrin budallaku njerëzve që duke menduar dhe duke përdorur emrin e dikujt mund të arrijnë duke çfarë të duan. Edhe ajo që është më e keqja për neve, për vendin tonë, është që nisha njerëz serioz në detyrat përkatëse, në rolet përkatëse. E tregova këtë histori vetëm për faktin që të themi që ne nuk mund të themi jemi mbesa, apo jemi nipi filanit, apo ne kërkojmë të bëjmë këtë gjë, kur të vim përpara Zotit, Zoti do pyesi gjëra të thjeshta dhe elementare. A e njeh Jezusin? A e ka pranuar Jezusin si shpëtimtar? A beson? Atëherë do jetë shumë vonë, po a beson që Jezusi u gëzua dhe u ringjall? A je pa gëzuar? Pra i vetmi emër që neve mund të themi në fakt, po duhet jetë sinqert, jo si puna e këtij mashtruesit. Duhet të themi unë i përkas Jezus. Pastaj Jezusi do t'i palli kush janë të tij. Dhe ky është bler me gjakun ti. Dhe pastaj çështja do të vazhdoi duke Zoti duke pyetur ose duke na treguar se çfarë jete kemi bërë. Por nuk do na tregoj arritjet tona fizike, paratë që mund kemi fituar, shpina, po të dimë se çfarë arritje që ne mund kemi këtu. E vetmja gjë që Perëndia do të kujdeset për ne ose do na pyesi ne është pikërisht kjo. A e njeh ti Jezusin? A e ke pranuar ti Jezusin? A e ke jetuar ti Jezusin? Ndaj dhe Jakobi na thret që kemi kujdes, jemi të duruar, thot gjithashtu zhvilloje dëgjimin tënd, dëgjoj fjalën e Perëndisë. Kujdes se Zoti është afër. Mos u ankoni për njëri tjetrin, mos flisni keq për njëri tjetrin,
sepse edhe për këtë gjë do të dënoheni. Kujtoni Jakobi thot shembujt të ndryshëm që Bibla na thot për profetët që kanë vuajtur. Jobin kemi gjithashtu thot, dhe çfarë bëri për Jobin? Jobi është një shembull shumë i mirë që domethënë mund të bëhet shumë një ilustrim shumë i mirë që nëse qëndron Zotit besnik, Zoti do të shpërblej. Të mirat materiale fizike do të jenë të pakta ose nuk do të kenë të njëjtën vlerë me të mirat shpirtërore që ne do të marrim përpara Perëndis. Edhe vargjet 18 deri në 14 dhe 18. Edhe vargu 12 në fakt që të japim të vendosim pikat me i. Përpara së gjithashte, vëllezër të mi, mos u betoni as për qiellin, as për dheun, as mos bëni ndonjë bet tjetër, por le të jetë poja juaj po dhe joja juaj jo, që të mos vini në dënim. Pra tek Jakobi 5 vargu 12 po na thot pikërisht të tillë që kur ti thua po, është po e vërtet. Kur ti thua jo, jo është e vërtet. Nuk do të kesh nevojë që të zesh be për kokë të fëmijëve, për Zotin, për këtë, po mos marr thkyje, mos mbas në shtëpi. Por le të jetë poja juaj thot po dhe joja juaj jo. A heq keq nga ju, ndonjë nga ju le të lutet. A ka zemër të gëzuar ndokush, le të këndoj psalme. A është i sëmur ndonjë nga ju, le të thras plejt e kishës dhe ata të luten për mbi të mbasi ta lyen me vajin e emrit të Zotit. Ajo çfarë është e rëndësishme për ne, që neve shpesh e neglizhojmë dhe nuk e bëjmë, është pikërisht kjo gjë, pra lut. Foa në lutje. Mund të ndodhi që neve gjatë gjithë javës në vazhdim, e vetmja kohë që neve ulim kokën dhe falenderojmë Zotin dhe i lutemi Zotit mund të jetë diela. Dhe ku ne shpenzojmë kohë me Zotin. Mund të jetë diela ku neve këndojmë një himn adhurimi për Zot. Mund të jetë diela ku neve hapim Biblën për të lexuar nga fjala e Perëndis. Por Zoti na thot, nëse ti ke diçka që nuk shkon në jetën tënde, nëse ti nuk jep dot zgjidhje, ule kokën dhe lut. Ajo çfarë është më e rëndësishme, Zoti i thërret vëmendjen pleqjve të kishës që të luten për ata që janë smur. Shikoni vargun 14. A është i smur ndonjë nga ju, le të thërras pleqjt e kishës dhe ata të luten për mbi të, mbasi ta lyen me vaj në emër të Zotit. Është shumë e rëndësishme që kisha të ketë edhe barin kishe, pra edhe pleqjt e kishës në mënyrë që ata të luten, të kujdesen për besimtarë. Dhe në fakt në Bibël përshkruhet pleqjt e kishës ose barinjt e kishës janë ata që Pietri thot i respektoni dhe i doni pleqjt e kishës sepse ata ndërhyjnë tek Zoti për ju. Ata janë mbrojtësit tuaj shpirtëror. Për aq kohë sa ka njerëz që luten për ne, përmendin emrin ton përpara Zotit. E liga e keqja është prezente në të gjithë rrezullin të kësaj. Po kur neve përmendim në lutjet tona, në zemrën tonë, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, Zotin na mbron. Nuk e di si e bën, por e di që e bën. Por prandaj është shumë e rëndësishme edhe që pleqjt e kishës të jenë gjithmonë në lutje. Të gjithë neve të jemi në lutje. Ndaj dhe një nga kërkesat për lutje që neve e bëjmë prej vitesh këtu është është shumë e rëndësishme që neve të kemi mundësi që të shpenzojmë kohë me Perëndin. Ndaj dhe Zoti na thot lutum. Ndaj dhe Zoti na thot shpenzoni kohë me Zotin, me Perëndin, me fjalën e Tij. Në duhet të jetë më shpesh. Ka kisha në fakt që luten
edhe bëjnë lutje 24 orësh, kalojnë kohë në lutje. Disa mblidhen tek ndërtesa e kishës e bëjnë me turne, e kuptoj që kjo gjë është e lodhshme, e bëjnë me turne që vinë të luten dhe që tek ndërtesa e kishës të ketë dikush ose disa që luten, derisa të plotësohet ai 24 orësh. Por gjithashtu ta bëjmë edhe që të lutemi në shtëpi tonë. Rrëfeni shkeljet e njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Shumë forcë ka lutja të drejtit kur bëhet me gjithë zemrën. Shikoni sa rëndësishme është, nuk ka nevojë më që për komente të tjera, por shumë forcë ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë zemrën. Do të thënë që Zoti e dëgjon lutjen e të drejtit, Zoti e dëgjon atë që lutet me gjithë zemrën. Elia ishte një njeri njësoj si ne me pasione dhe u lut duke kërkuar që të mos binte shi dhe nuk ra shi. Dhe për 3 vjet e 6 muaj. Pra është një shembull tjetër që Elia ne kemi në Bibël dhe pikërisht kjo gjë thuhet. Ai u lut dhe ndodhi që Zoti e dëgjoi lutjen e tij. Por çfarë do të thotë kjo për ne? Ne kemi mundësinë, kemi bekimin shumë të madh që Perëndia të dëgjojë lutjen tonë. Nuk kemi nevojë për gjëra të tjera. Neve është e sigurt që gjithë secili prej nesh në këto momente po mendon anën monetare. Më duan këto, më duhet ajo, s'kam këtë, s'kam atë. Mund të jenë probleme pengesa fizike që neve mund të kemi. Por kjo nuk është fundi i botës. Fundi i botës ose fundi i jetës tonë do të ishte në qoftë se ne nuk kemi Perëndin në anën tonë. Elia e kishte. Vëllezër 19 dhe 20. Në qoftë se ndonjën nga ju gabohet larg së vërtetës dhe dikush e kthen, le ta di se ai që e kthen mëkatarin nga të gaburit e rrugës së tij do të shpëtojë një shpirt nga vdekja dhe do të mbulojë një shumicë mëkatësh. Perëndia jo vetëm që fal mëkatarin që ka mëkatuar dhe ka gabuar dhe është larguar nga rruga e Zotit, por Perëndia, nuk e di si mund ta themi neve në ana kështu fizike, Perëndia jep bonus edhe atij që e kthen mëkatarin. Perëndia e bekon. Nuk le askënd pa vlerësuar edhe pa le të themi në siç mund ta themi në nga ana fizike pa e paguar, por Perëndia kujdeset për gjithë secilin prej nesh. Fakti është që ne shpeshherë neve nuk i kuptojmë edhe harrojmë këtë gjë, sepse fokusohemi në gjërat tona në anën tonë fizike, në ato që ne kemi, prekim, e dëgjojmë edhe shikojmë, por fakti është që Perëndia është gjithmonë me ne.